shumë musliman edhe muslimane besoj që e kanë lexu Kur'anin në këtë Ramadan. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Tash vjen pyetja, a duhet me ba duan e hatmes apo nuk duhet me ba? A ka dua të hatmes apo s'ka dua të hatmes? Jo më një mune i bi ka gja trop edhe qartë, me gjithat ka njëherë në shkojnë pak minuta Allah në letësoft. E para, nuk ka dua të hatmes që është e njohën si duaja e hatmes duhet me lezu që da. A ka? S'ka dua. Të manë ka dua që kanë shkru njerëzit, e kanë thur njerëzit, ama nuk ka dua që është përcjell për Rasulit a.s. që kjo është duaja e hatmes. E qartë kjo? Nuk ka. Tjetra, a kanë ba musliman dua të hatmes? Edhe nëse kanë ba, qyshe kanë ba? Musliman të parë kanë ba dua të hatmes. Është përcjell për njarit muslimanve që kur e ka lexu Kur'anin, i ka mbledh familjen e tina edhe ka ba dua, edhe familja e tina i kanë thënë amin. Kjo është ajo që ja preferoj këtë muslimanve. Nëse ti, vllavi jon, ose ti, nana jon, motra jon, e ke lexu Kur'anin, atëherë mlidhni familja ju edhe lutni, edhe njani lutet edhe tjerë thonë amin, që kjo është më e mira. A duhet me qu në xhami me lexu imami në salah, të fal në salah me lexu, ka arab që e bajnë, nuk ka kur far argumenti, bile nuk i preferohet kërkojna, por shkak se ka mundësime të prish salah, por shkak se ke shtuni diçka që nuk është pjesë e namazit. E qartë? Domethënë, të fal me ba dua në hatmes, nuk ka kur far argumenti. Nëse dikush e çon dua në hatmes në xhami, e lexon hoxha, le të lexon hoxha çatje. E jami është musliman, nuk ja kisha preferu as vllaut ton hoxhës me lexu, po as ty më dërgu atë letrën e me thonë bama një dua të hatmes. Duaja musliman duhet me kanë prej zemrës, jo prej hoxhës, jo prej imamit. Duaja nuk kryen punë e kërkojna, duaja kryen punë e zemrës. Do më thonë, ti e ke lexu Kur'anin, ti banë duan me familjen tane, lutu për vete, për muslimant, për mbarësi gjithmonë, ama me dërgu, veç të dërgajti një hoxha dhe jepi një 20-30 euro dhe me alban duan, kjo nuk është dua ma musliman, kjo është Allah na ruaj. Edhe pse nuk pa akuzoj kërkan, nëse dojnë, le të bajnë. E njeni ato temën, unë e thamë gjithmonë që ato që kem argument me thonë, ajo që ajo preferoj për fund, me ba duan hatmes në shtëpia të ju, nëse doni me ba. A kem gjina nëse se bajmë? Jo, musliman, jo. S'ki gjina, a ke lexu Kur'anin, elhamdulillahi Rabbil Alamin, lexu edhe njëherë Kur'anin, ajo që ka një për muslimanëve të mirë, kanë lexu shumë Kur'an, do më thanë, jashtëzakonisht shumë. Me pakon diçka që gjithë qyshe kanë ba, i shkane njohë në shumë të muslimanët, po është që na këto gjenerata që kanë arë tashti na, kanë njëherë po mënohemi mjaftof aty në të parve, me dhe me na bajmë edhe bajmë. Allah në rujtë në animof gjithmonë.